Tashti unë kam pasion peshkimin dhe do iki për peshkim në qytetin e Semanit. Tu kemi artën e fjerit, bëjmë promovim dhe të turizmit, që kemi goxha turizm në fjerë, Shapollonia, tjera, Ardenica. Jo më kot u pozicionova këtu, unë jam e apasionuar pas sportit të zhytjes dhe gjyëtis peshkimit, por me pushk, gjithmonë me pushk. Dhe do vem pikrisht e ky pozicioni këtu, ku është kjo kulla, e cila ka qenë para viteve 90, ka qenë shumë larg nga bregu, po për efekt erozionit ka afruar bregu këtej, dhe diku këtu është një pozicion, një bunker i madh, është rreth 500 metra nga bregu, aty do mundohemi të bëjmë një performancë sot të zhytjes dhe të sportit tim dhe të pasionit tim, të hobit tim që kam peshkimin. Tashi po vazhdojnë drejt Semanit. Faleminderit. Zanafilla e këtij sporti ka nisur në vitin 1970, kur unë vajta nxënës në vitin e parë në liceun e Durrësit. Atje kam gjithë njerëzit e mi nga mamaja, të cilët janë peshkatar me këtë lloj sporti, dhe aty avash fillova të zhytesha fillimet e para gjatë gjithë shkollës së mesme, dhe nga viti 70 edhe gjërë më sot, unë vazhdoj të bëj sportin e zhytjes. Muzika mua më ka shoqëruar gjatë gjithë jetës time, duke nisur që nga liceu artistik që kam bërë në Durrës, 75 dola mësues muzike, ku ingranova pranë estradës fjerit, si amator. Pastaj në estradën e ushtarit ku bëra edhe ushtrim, u ktheva përsëri. Kam punuar piktor në Institutin e Naftës, jetë të cilën e trashëguar më mbrapa dhe çupat e mia, të dyja vajzat e mia janë piktore. Por nuk jam ndarë asnjëherë estradës dhe shtëpisë kulturës teatrit me muzikën me këngën, sidomos me grupin e këngës qytetare fjerake. Dhe dola në pension në teatr para 5-6 vjetë, në moshën 65, tash jam 71 vjeç, i martuar, 2 vajza, thash, të dyja kanë mbaruar Universitetin e Arteve për pikturë. Njëra skenografi, tjetra pikturë kavaleti, njërën e kam Tiranë, tjetrën këtu. Jam bërë gjysh 4 herë, bashkë me time shoqe, e cila pret dhe ajo të dali në pension si vjetë. Unë gjatë kësaj kohe do përpiqem sa të kem fuqi, të jap kontributin tim për qytetin tim të Fierit, gjë e cila të ngeli brez pas breti, mendoj unë. Unë këtë rrugë po thuaj se e bëj çdo ditë. Këtu ndodhemi në plazhin e Semanit, 18 kilometra larg qytetit të Fierit. Ky është plazhi, siç e shikoni, ambienti i paprekur fare nga dora e njeriu dhe nga betonizimet. Uroj që ky plazh të ngelet kështu siç është, sidomos për ne fjerakët, të bëhet vetëm investim në infrastrukturë dhe në baranga, të cilat të jenë të bukura, të jenë të sistemuara dhe mos të vihet beton. Për të ecur më shumë ky plazh, matan kemi plazhin e Darzezës, i cili frekuentohet pothuajse nga gjithë qytetarët fjerak, edhe nga Berati, nga qyteti, nga Skarpari, ndërsa ky plazh këtu është plazhi vetëm i fjerakëve. Dhe unë këtu thuaj se vi çdo ditë, sidomos, kur koha është e mirë dhe deti është i përshtatshëm për gjuhë e tij. Po edhe kur deti është si sot, siç e shikoni, vi thjesht për të bërë stërvitje ose ecje për të mbajtur trupin në formë. Ju do thoni po në dimër. Po. Në dimër janë kostume kastile, ky kostum është për vjesht. Janë kostume me më të trash, të cilët të lejojnë që të futesh dhe në dimër. Nuk ka problem ftohti, këtu problem është vetëm që deti mos tjetë si sot, po tjetë deti pastër edhe me valësim të pakët për peshkim. Ndërsa për notur, pastaj është tjetër gjë.
në kohën e diktaturës, po flas para viteve 90, në vitet 75 po flas unë, ne s'kishim as maska, as lopata, as pushk, as gjë që më shikonte mua sot. Ne futeshim lakurik, kuptohet me robe banjo, dhe sajonim në një maska si me qafat e çizmeve, i vinin xham dhe bënin maska tubit dhe ishin të gjitha gjëra të sajuara. Asgjë nga këto, kurse sot janë mrekullirat që ka evoluar. Unë sot jam i pajisur me të gjitha pajimet, qoftë me kamera GoPro, qoftë me si shikoni mjetet e tjere të shytë, të gjitha profesionale, llojet e kostumeve, kur duhet ikë lart gomone, llojet e pushkëve, që janë një pasuri që në atë kohë as që mund të ndoronin si shumë gjëra tjera. Absolutisht jo.